Nëse sa po e ke pompuar qumshin e gjirit në temperaturë dhome deri në 25 gradë rreth 4 orë. Në frigorifer zgjat për 4 ditë, por asnjëherë mos i lini këtu te dera për shkak sepse dera hapet shpesh dhe ndryshon temperatura e qumshit. Kështu që duhet futur qumshi sa më thellë brenda frigoriferit dhe larg derës. Ndërsa në ngrirje qumshi i gjirit rron deri në 6 muaj, që është ideale, por deri në 1 vit është shumë okay për ta përdorur. Dhe e fundit që nuk ta thot asnjë është çfarë bëj me këtë qumësh gjiri kur jemi jashtë. Ti për shembull do jesh në pushime, rrugës, janë orë të gjata, temperatura shumë të larta. Imagjino për shembull të kesh edhe ndonjë dasëm ku do ta gjesh frigoriferin aty, kështu që një nga zgjidhjet më të mira janë këto termosët që e mbajnë qumshin e gjirit të freskët deri në 24 orë, pak më shumë. I shikoni këto kubat që sapo nxorra nga akulli, këto shiko sa kollaj futen këtu. I vendos këtu, këto janë akull të ftohta dhe në këtë mënyrë ne qumshin e pompuar e fusim këtu brenda dhe mban secila nga këto 300 ml qumësht, e mbyllim dhe kaq e merr me vete kudo. Edhe qumshi nuk shkon dëm, është i freskët dhe është i sigurt që fëmia ta konsumojë. Kush e do linkun e produktit, më shkruani në koment dhe do ja dërgoj.